Ekonomia e luftës që ka fuqizuar pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës nga Rusia është financuar kryesisht nga eksportet e naftës dhe të gazit të Moskës. Tani, Shtetet e Bashkuara, si dhe Britania e Bashkimi Evropian, i kanë goditur me sanksione të reja dy kompanitë më të mëdha ruse të naftës dhe gazit, Lukoil dhe Rosneft. Washingtoni u ka ndaluar kompanive amerikane që të bëjnë biznes me këta gjigante e energjisë, ashtu sikurse me institucionet financiare në shtetet sekondare që janë të lidhura me ta. Kjo është hera e parë prej kur Donald Trump është rizgjedhur president amerikan që SBA-ja ka vënë sanksione kundër naftës ruse. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. Por, a do të funksionojnë sanksionet? A do të shterojnë rezervat që furnizojnë me energji luftën e Rusisë? Natyrisht se jo më njëherë. Ekspertët financiar, përfshirë një këshilltar të Bankës Qendrore të Rusisë, besojnë se sanksionet do të kenë ndikim të kufizuar. Kjo për shkak se si Lukoili, ashtu edhe Rosneft, kanë qenë të përgatitur për sanksione. Për më shumë, sasitë të mëdha të eksporteve të naftës as nuk shiten në dollar amerikan, pasi blerjet me valutën kineze yuan janë rritur me kohë. Trump ka thënë se durimit të tij ka ardhur fundi, pas zotimeve të bëra me muaj nga presidenti rus Vladimir Putin për të diskutuar një armë pushimi në Ukrainë dhe pas sulmeve me dron dhe raketa kundër këtij shteti. Por disa vëzhgues kanë dilema se sa agresive do të jetë shtëpia e bardhë për zbatimin e sanksioneve. Njëri e përmend edhe afatin e fundit për hyrjen e tyre në fuqi 21 nëntorin. Njëjtë e paqartë është edhe nëse Departamenti Amerikan i Thesarit do t'i godas subjektet në Kinë dhe Indi, shtetet që mbesin vlerësat kryesore të naftës ruse. Ekonomia ruse është përballur që pothuajse 4 vjet edhe me lloje tjera sanksionesh, por megjithatë Kremlini vazhdon të jetë pa aq agresiv në sulmin ndaj Ukrainës. Prandaj, sipas shumë vëzhguesve, përgjigjja ndaj pyetjes se sa do ta rëndojnë sanksionet e reja ekonominë ruse të luftës është se vetëm koha do të tregojë.